Neve I kemi harruar sikur jemi në islam tjetër. Profeti jon alayhis salam ishte I përqendruar në këto, kurse neve sikur jemi në islam tjetër. Në vend të shpjegojmë njerëzve që kur ti je duke dhënë shpirt gjithë secili do e kaloj. Do kesh dy thënie s'ka të tretë. Ja ejuhen nefsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. O ti shpirt që je I bindur plotësisht. O musliman dhe muslimane ndershme dhe fisnike. O musliman dhe muslimane që e ke mbush jetën me vepra të mira, dil se Zoti I gjithësisë është I kënaqur me ty. Ose hasha lillah, do thot o shpirt I keq, I mbushur me zullum, I mbushur me krime, I mbushur me padrejtësi, I mbushur me të këqija ndaj njerëzve, I padëgjueshëm ndaj Zotit, dil se është I hidhur ai dhe do marrësh dënimin. Thot profeti alayhis salam ka shpjeguar në hadith, ka thënë kjo është gjëja e parë që do dëgjoj njeriu kur të jetë duke u ndan nga jeta kësaj bote, dhe pastaj vëlla dhe motër të begatoft I madhi, Zot s'ka për të pyet njeriu për festat. Çfarë do pyesësh? 3 pyetje. Kush është Zoti që ke besuar? Kush është pejgamberi që ke pasuar? Dhe kush është feja që ke pranuar? S'ka tjerat, pastaj bisedat tona të kohës që s'po dim çfarë bëjmë. Ta kush është Zoti që ke besuar? Kush është pejgamberi dhe profeti që ke pasuar? Dhe kush është feja që në dynja ku ishe ke pranuar? Duat vëlla dhe motër të begatoft I madhi, Zot me thonë, Zoti im është Zoti I qejve dhe I tokës, Allahu Gjelleshan. Po dhe kaq ke kalu provimin. Po them më shumë të begatoft I madhi, Zot, se në qoftë se ke qenë I tillë, do të lejohet të thush. Zoti im është Zoti I qejve dhe I tokës. Zoti që zbriti Kur'anin, Teuratin, Ungjillin, Zeburin dhe Suhufet e Ibrahimit. Zoti im I qofsha fal, është Zoti që dërgoi pejgamber Nuhun, Ibrahimin, Musan, Isan, Jezusin edhe Muhammed Mustafan. Zoti im është që krijoi qiejt edhe tokën dhe çdo gjë e përsosi për të na argumentuar neve madhështinë e vet. Zoti im që kam besuar është ai që adhurimi, lavdrimi, madhërimi, lartësimi I takojnë vetëm Atij. Zoti im është Zoti I 99 emrave dhe cilësive të mrekullueshme. Zoti im është Ar-Rahmanur Rahim, I gjithëmëshirshëm, I mëshirëplot, I mëkatfalës, I formësuesi, I larti, I drejti, bujari I miri, I dashuri. Është ai I cili I takon nderi dhe lavdia, Zoti I lartësisë madhe, Zoti që s'ka fillim dhe s'ka mbarim, I pari dhe I fundit, lavdia dhe pushteti I takojnë vetëm Atij. Zoti im është Zoti që jep jetë dhe jep vdekje. Zoti im është ai që ka dorë gjithçka, Zoti im është I drejti edhe Zoti im është ai që ndëshkon kriminalet. Shu atje të vehet nota 10. Po thej atje kisha mendje çike femrat u zdiku që ishte Zoti, aty mbaroi historia ke mor 4. Kush ishte Zoti? Jo, po s'kisha kohë se s'kisha lek, do bëjsha lekun. Ty inshallah Zoti të bë miliarder, po Zoti ku është tu? Ti s'u krijove për ta dhuruar lekun, po u krijove për ta dhuruar të madhin Zoti qofshin fal. E dyta do jetë kush cilin pejgamber ke pasuar, duhet me thonë Muhammed Mustafa alayhis salam. Dhe kush është feja që ke pranuar, feja e pastër dhe e bukur islame. Po shtove dhe të thush feja e bukur, feja e pastër, feja dinjitoze, feja fisnike, feja e mëshirës, feja e paqes, feja e humanizmit, feja e dinjitetit, feja e krenarisë, feja që Zoti I gjithësisë është I kënaq kush e praktikon. Këtu e merr notën 10 për fenë që ke përfaqësuar drejtësisht. Të pyetje janë, ai që ndroi jetë, këto të krenohen dhe këto të lavdrojnë këtë botë sa të jetosh, këto do pyetësh kur shkosh atje me tekste të qarta, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, thot Kurani, ato cilët thanë Zoti im është Zoti I madhërisëm. Dhe përqendrohen në këtë thot kur japin shpirt e engjëjt vinë dhe I thojnë mos ke frikë dhe mos u dëshpëro, se xhenetin e ke atje ku po shkon dhe njerëzit e familjes dhe pasurinë që e le do të mbrohet nga I madhi Zot ajo.